Amerikën, pa akuzon Evropën, këtë këto shtete që neve na kanë ndihmu muslimanët me rindërtu Kosovën. Jepja një përgjigje. E para, çfarë i pengon gjykatës të Tagës kravata e Jakub Krasniqit? Në tregon cili element i kravatës të Jakub Krasniqit i pengon gjykatës Tagës. Në shumë elemente, nga ajo që ne kemi pa, shihet se gjykata ka tendenca, është tendencioze. Dhe tendenca më e madhe është shfrytëzimi i dokumentacionit që ka prodhu shërbimi sekret sërb për këtë gjykatë. Dhe Vuk Draškovići, njëri prej shkrimtarëve më të mëdhenj sërb, e thot një fjali shumë interesante që është ashtu. Thot nuk ka paqe në Ballkan pa u prish Udba. Dhe bija e sotme Serbisë është trashëgimtare e Udbës. Edhe kjo qëndron që e tha që e ka thonë Drašković. Në anën tjetër ato që kjo ka lajmi mirë. Urdhro? Kjo ka lajmi mirë. Ato që nëse Udba pas ka qut dokumente i bjen që ato rana ko kanë kretë dhe po bekan. Ko ka lajmi mirë, që pas ka më shqetësu aty. Nëse janë të konstruktume prej bijas edhe Udbës u besoj që binë, zoti Kajto. Nëse janë të konstruktume, se janë të konstruktuara, ne kemi folë këtu në këtë studi. Ajo doktrinë perëndimore, oksidentale drejtësisë. Aty provat e falsifikume, të konstruktume nuk kalojnë, zoti Kajto. Do thotë përderisa asaj gjykate. Edhe që shta matuashi provat mundën marë për gjithë kohë. Edhe prej kërte Atlantikut, edhe për Iknej, edhe për Janë. Këtë varta ka fakte aty. I pengon kravata e Jakub Krasniqit. Gjykata është tendencioze. Është shumë ndërhyrjet e gjykatëve të dëshmitarët janë shumë tendencioze. Ato që është produkt agjenturor. Zoti Kajtozi, do me thonë Amerikanët edhe Evropianët. Apo që du me zoti Kajtozi. Ja du me